Të nderuar miq të emisionit Fol, ndodhemi në fshatin Spathar, vetëm pak kilometra nga Librazhdi. Në vija erore, Librazhdi mund jetë 5-6 kilometra. Kemi ardhur në këtë fshat sepse këtu ka ndodhur një fatkeqësi e madhe. Një masiv i madh dheu është shëmbur dhe rrezikon në çdo moment të marrë me vete dhe 5 deri në 7 shtëpi. Shikoni çfarë katastrofe ka ndodhur në këtë fshat. Janë pa fjalë. Në krah janë 3 shtëpi, mbi janë 2 shtëpi që në çdo moment mund t'i marrë dheu, sikundër ka marrë tokën bujësore që ndodhe në pjesën e Luginës, që ne do ta tregojmë me pamje. Ne nuk flasim kot. Tu kanë ardhur dhe media tjera, tu ka ardhur kryetari i bashkisë, ka ardhur deputeti i zonës, kanë ardhur përfaqësues politik, por pse kanë ardhur? Sepse është një situatë emergjente, ku do strehojnë këto familje për momentin, çfarë do bëhet me këto familje në të ardhmen, dhe a ka rrezik që kjo shëmbje të marrë për masa më të mëdha, duke ditur që fshati Spathar është i vendosur në një kodër, shtëpit janë 1 mbi 1, pra njëra mbi tjetrën, dhe nëse ikën njëra, ikin zinxhir të gjitha. Ata na thënë që të japim 6.000 me qëra ti, edhe të paguem. Ku të 6.000 unë të shi? Kanë qyngat 78-a, e 87-a që janë bërë të shpija këtu. Edhe nuk ka pas vaki kur kjo rishitje, kjo katastrofë. Ato ditë qira këtu ishim faktikisht, me kalamajt i qorim jashtë, me blektorie, se kemi dhe blektorie, jemi fshat. Ne ma blektorie rojmë. Po funin të ndërojmë me kokatona dhe kalamajt tonë. Lajmëruam në emergjencë civile Librazhd, edhe shkuam, edhe erdhën në emergjencë civile këtu. Në registru në emrat atje dhe në thanë që ordi, erdhën dhe këtu e panë reale vendin të ngjarjen këtu, bashkë me inspektorin e zonës. Edhe në thanë, në prunë që ishte paradhanë si në gjithë një shpi me qira, se bonasit do apim në bonasin. Me ku shkoj unë sot, faktike. Ose pak të një gabin, për momentin një gabin, por se kjo është emergjencë, për momentin një gabin. Prap nuk rrut zgjidhje gabin. Po, ore, për momentin një gabin, i thash unë kërkova unë, një gabin, patëm diku një ven atje ku kemi, që nuk lëviz vend toka. Kalojmë këtë dimër, kryesor, ja, kalojmë dimër. Zoti gazetar nuk e marrë lopë ta çojmë pallat. O normale, as baktis ku të çojun. Ne toka ti patëm mjedh grur na ushduk, njanxhat na ushdukun. Ne s'kemi pas ushqimore për baktit më tash. Kemi një javë që flemë në për lagje. I men, këtë jetë su flesh për nata. Se dim që të bojmë, kemi frikë, mëram nga ora 2-3, në bëth, paron po shfare, se kemi frikë se na ikin natën. Që të bojmë, ha, ku të emi? Ku të emi, ku sërtohemi, ku të emi? Se di që të bojmë, në ditë jemi borë verën, zëher. Në ka ardhur sonde, në kështë ardhë plasa ke shpia sonde, fare. Plasarit ke dera fare. Se dim ja të përrim në, mjekët në zonë në poshtë, s'kemi që të bojmë. Nuk ka beth një herë si këtë herë, që në 78-79 ka lëvizje, po jo këtu, ka lëviz më tonë, edhe për ta glash, edhe për rëjt, jo këtu. Që të hej pari. Ate, dhe shti personës që popull fush gurës, popull s'gjoj, i tridi me do. Pra është një në zonët që rizikohet nga kjo... Rizikohet e gjithë komplet, dhe në kryet farë, dhe në gjatë e lartë, sivën, lagjen malit. Që gryk për pjetë e gjithë rizikohet, komplet, e gjithë është ujë. Pra është një min me sahat që mund të shpërthej në çdo moment, edhe të marrë përpara gjithë këto shtëpi ku ka njerëz brenda që jetojnë, pavarësisht se bashkia u ka thënë të dalin nga shtëpitë, por ku të shkojnë, ku të strehohen vetë, ku të çojnë baktin. Tani, unë disa antarë të këtyre familjeve i ka marrë këtu, po problemi është më i madh se sa 7 shtëpi. Janë shumë më tepër që rrezikohen dhe që ndodhen mbi këto shtëpi që janë rreziku i parë. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit nga ju që erdhët. Shumë faleminderit. Situata nënë është katastrofë. Ha? Është rrezik. Aq rrezik është që nuk ka ku shkon më rrezik. Ku të shkojnë? Ku të jemi? Ku të mytmi? Ku po jeton ti? Te cila shtëpi? Te kjo e para? Jetë kjo e para. Ku të shkojnë? Një e peç unë si ishe ti. Po. Ka dalë nga shtëpia. Po. S'ka ku flen. Ai teti pse ka dalë nga shtëpia. Edhe unë gati jam me ik nga shtëpia. Ti jam gati me arsh për poshtë ka unë. Për gjithë shtëpia. Ku të shkoni me në? Ku të shkojnë? A ju kanë qetë strehim?
Shtërim s'kan gjatë shfarë, ka thonë shkoni me qira. Mi të shkoj me qira i vit, vitin dytë kur shkoj. Pse vetëm për një vit u kanë thonë më? Pa i vit është qiraja. Vitet tjetër ku të shkoj, gjë për jashtë mua që a gjuj atje. Do të lekut ai. Aktualisht i po fle atje? Ë? Po fle tek shtëpia e rrezikut? Po si s'po flen kë shpia rrezik, po kam çurin tim to. Aty po fle ti? Kam çurin tim. Po, Mandra. po sikur tu shëmbet. U shem në zonë poshtë. Flem gjuhë mandra. Me ëndra? Mandra, hap syti, iku me iku pastaj. Bëj kërcemen, pa të potole nga te, të hote nga Zonjë, penqela. hajdeni. Hajde ulun. Hote Ja nga të vjen penqela. zonja tjetër. Zonja, hajdeni. Pra nej, qeveria të marë masa për këta, edhe zoti na dejtoft. Mi gjitha ke zoti herë, pikës pari. Ma na mys në një mrena, një njeri mrena. Sa veta bëjnë në shtëpi? 10 veta, 10 veta. 10 veta jemi. 10 veta aktualisht pas 3. Pas tërë pra, për jashtë, flem, fudi më në sa ngrohe peti, o këtë Po, aty. po. Sa ngrohe me qikë dalë, të ushtë shumë flesh, a flinjet aty. E këse, dhe kërë poshë me fedon dhe poshë, më të kërç. Bën zhurmë. Ju e keni shumë afër. Afër, ajo themel, qafë. themel shtëpisë, gati. E themel shtëpisë, ku të shkojmë më, vetë ku ti ke shtëpia, blok, dalë për poshë. Pa ne im shorëzim, ne dur, më them këto, gjeni vend qeveria që në lëviz, ti bëj ta shtëpia qeveria atje dhe thosh shko fudi atje. Në më pagu një isës e leku, nuk them që i hyq. Po pa ta bëj qeveria, ja të bëjnë, unë dhe ma vlekë qeveria, ma ta lekë ma për unë së ne bëj shpinë ma. Se së ka fuqin ma, edhe shkonë së ka fuqin ma, ka nel. Sa vjeçë je nën? 91 vjeç. E ke parë ndonjëherë më keq se sot? Që ka marrë 13 vjeç, u bëna 91, te se ka pa një kur, bot. Se ke pas, kur jetë që bosh 91 vjeç, se ka pa, befte i men. Kjo ndodhi natën, ë? Natën. Që në zonë, thashë që në zonë e ti, u shemi sovat, 5-6 vjetë anë tje me dretë tubat, më zini tubat, më shkesh mik në zonë poshtë atite, ikë në në. Qa tuba është dëshkonit në Dhe zinë? tima tubat e ujë që kishim të tona, i zullë. Ti marrim ujnë. Pra ju shkut me shpëtu tubat e ujtë dhe nuk e dini që po ju vinte ke Nuk e shtëpia? din që po vinte ke shtëpia, na shkup, o hapi copa tjera, i zot tubat të poshtë, vit tubat të ujtë, peti Po, prishi vite po. to. Vajnë gjeri tubat, dhe tek poshtë të ujmë ata tjetë kënej. Sa ikëm na, iku poshtë, po që mas ikë për 10 minuta ne ishim 4-5 vjetë ishim në fund Do pata. ju kishte zënë ajo, ë? Dhe në zonë e dhe ishim ikë. Qa thua? Ju pas ka rujtë zoti? Unë qaj ato i në ujtë zote ne që toga iku, e shpia. Po në ujtë zote ne, që dhe ishim vëros nesit, dhe vidu në zhidë me pa doma dhe nga batavu. Vdege. Për 10 minuta, kaq, ka bo sa për zote që i në shpëtoj ne. Se që të ikë ne, si jerës. Se u shem, rand, ja, so bërë poshë zunët atë tubat, shem në arën, oj, gjerim tubat na. Po. Që të tubat të hudhëm ato, që në gjenë që i më sësoj batavu, se në shoj tubat kotë. Sa ikëm na, 10 minuta, qërë këshpjel na, a iku. Ja da, bim. Ma këshim ikë ati dhe na ikëm. Ikë si punarë. Pas keni patë merë. Heq kemi pa ne, kemi qonë, ka qonë e nusë e atje, ka qonë pësho, Po. këj quni, unë, Po. a i plagu i kemen që Po. piu kava me ty aty, ka qonë a i tete këj besimi, Po. sho je këti, pa këj që gëqi, këj anatër, po. sho je këti që 5-6 vjetër me aty, që më dhe ka të se faqë aty. Sa ikë na, për 10 minuta, e kësh fjena, plasi. Po më shkish mikë për 10 minuta, na ishim batak, dhe vinë në zite që vërjeme. Për sa shtëpi bëhet fjalë? Mua më thanë 5 deri në 7 shtëpi. 7 shtëpi janë keqje, 7 Keq. shtëpi. Dhe tjetë kanë plasja, po 7 shtëpi janë Ai gjithë pastërim. në ujë është gjithë. Gjithë është pëthare, po. Mi gjitha 7 shtëpi janë sot rrezik që flenë me andra gjumin. Dhe kemi me një pastaj. 7 shtëpi jemi shumë rrezik. Po ta kesh kryeministrin, qa do i thush ka qafër? Ka që, të të Andej, nga kamera. ati komunistit e theme, e shef si është po. Atëheri, me gjej i vend ku nuk lunë, më pun 2 loma për dheset vogla, dhe më fudi atje. Më shpëtoj jetën. Se shkoj me qira, po lopën ku të qoj, në këta lopërim tu, linë ku të qoj, delën ku të qoj. Me qira, të qoj, së në shumë me qira. Për ne bëj 2 loma të kësë lëviz, veni, edhe stërhojme atje dhe nuk kam qaj kokën ma. Kënej pënohem të dogat me nuk pënohem asgjon. E kuptoj. Ka i du. Se da 5 lek mund do, ku të qohet e 5 lek? Husha lek do shpijet të bëj vetën. Fuqi se kam. Jes s'kam. Po shfuqi të kesh ti 90 vjeçë, ç'do Po i bësh? shpi më unë me. Dhe vesa kam hek me ta shpi jo. Shefa ta shpi që ku po të unë? Po. Ja si bëhet e Po. duka që latë. Po. Ka pas 2 vjeç ke qunë e thejën. I ku që ka pas 8, 1, 4, kjo ka qonë palin. Po. Ka lon plaku
ta xhanë me ta. I ku bo vetë full ka ta shtëpion. Ko punu 7 vjen ndërtim. Punoja ditën 6 e gjys shkoj në apel, vjen orë 9-10 natës ka shtëpia gjem gjumë ta fëmijë, të egil. Lek gjaku. Lek gjaku, si Lek gjaku. Që kom hek fëmjë si ja. Dhe atë s'ka pas një po nyshe. Nuk është simen. Atë ima në fuqi s'kam. Çurat gel s'kan fuqi. Fëmijët kanë koniku, çat bëj. Është shkuën në javë, një që ka marr telefonin ju. Çat bën shon. S'ka shkoj fëmijët. Nipi. Nipi, nuk ka çfarë po nipi. Ai ka hanë vetëm, nuk ka hanë tim. As da s'kemi që bëjmë atyre, as ata s'ta bëjnë ne. E kuptoj. Unë pa qaj hav, se që vriu në di që të pëmyset. Atë se dim në nën. Ai thotë mua më ka dhënë votën e popullit, mos hym në politikën e madhe tani. Ta mo që të pëmyset, po ku të shkojnë ta trit këtu që të punojnë. A ka një tarla që të fëtoj, ku të fëtojnë tuaj? Ku ka uzina që patë për para? A, sa në thella në futen në ku ka uzinat? Më bëj sala, më bërë atje. I vitë për bëj mitingun i tu. I tu i të konë mitingu ati. Në konë kënë frikëqën, asë romë në salën. Të bëj mitingun i tu. A mojna, ne kemi mësu kështu nga kjo politike mbrapsh për 30 vite. A ka fajtë kë, mos jenë parti me e tjetë. Dojtoj popli. Popli do dojtu. Mirë, na. Pa kështu. Mirë, falenderoj, nan. Falenderoj. Falenderit. Se në dhe një vjeç nuk ku shkoj mo. E fëmijët s'kon ku shkoj mo. Fëmijët e ri ikën, se panë që së njetojnë të mo. Edhe ata du të vinë të më pronë vetë, pa që shurë, ne du të ditë, vetë që të bëndë, ikoj. Plaga më e madhe e Shqipërisë sot është popullimi. Popullimi pa? Fshatrat po zbrazen. Ne po ham mishin porti, e zoti e di. S'ka fa. Se të marrë shëqerin nga jashtë vinë tonë, pa të bo shëqerin tonë. Mos ju puta sa. Moment, i fuj. Rrim tek tema nën. Thuja, nuk gale. Do t'i themi ç'a ke thënë do t'i transmetojmë. Shëqerin e bëjtu, po ja shëqet kuqet barë. Faleminderit nan. Prehu, këni, ku bosh atë? Shokoj makinë e tim. Po çfarë, rri. Edhe s'kishë ta fusin plenë, fusin të shkoj. I men marites plenë sa fëngu pullën. Të falenderoj nan, të falenderoj. Unë them tërsh, i vin flashin me mu këtu. Unë këto probleme që ti po thua, unë i kam ngrit në çdo fshat e qytet ku kam qenë, mbi 150 vende në Shqipëri. Kemi probleme tjera sot. Çështja është që po tham këto probleme, do harrojmë problemin për cilin kemi ardhur. Dhe ju e keni jetën sot me minuta, që do të thotë larg qoftë. Gëdhej sot, gëdhej nesër. I ka sot me gjyshpi. Po pra, po të rrim të ky problem. Dhe të lusim Zotin na dëgjojë. Ne problem kemi. Unë mendoj, kërkoj nga qeveria, bëjnë 2 loma të kesë 2 loma të ma sot fotkopën. Edhe faleminderit. Faleminderit. Ka i duhet, bëj 2 loma të kesë Silvis Veni. E nuk do si vetë. Okej. Do jetoj vetë. Të falenderoj. Faleminderit. Do flasim tjerë. Atë, Gjojë mision. Ju faleminderit. faleminderit juve. Kanë ardhur shumë gazetarë. Flasim me radhë. Edhe të flasim tash të them për ngjarjen ju e shikoni vetë. E kuptoj. Kanë ardhur, nuk e them, kryetari i bashkisë. Do i themi gjitha. Po. Ka ardhur edhe deputeti. Edhe na kanë dhënë një parë shpresë që do të sistemojnë të duhet. Qa ju kanë thënë? Ata thonë tash, gjeti shtëpinë, t'i japim qeran, bonus. Vetëm qera do t'ju jap. Bravo, për këto bëhet fjala. Vetëm qera ju kanë thënë? Vetëm për qeran. Nuk ka premtuar njeri shtëpi? Më ta edhe deputeti ka thënë, edhe kryetari do të rrullojmë. Tash u s'përzon ti si ky pe shtëpinë time si ishte. E pe vet, edhe shumë tjerë kanë parë. Ti aty jeton? Unë jetoj tash ke i komshi. A ke i ke komshiu? Po mi ke i komshi, ke i kushërim atje. Ai ka djalë, do vin djali, është djali me familjen Greqi. Edhe E ti? u do dalin që të hapën. Kështu që e kom me ditë. Lopën bakti kom çuar vend tjetër. Kështu që edhe kryetari kom thonë, ju lutem shumë. Edhe zoti kryeministër, që ta dini shumë mirë, që të marrim masa. Ku të vemi, ja, më thujmë ku të vetëm unë tani, me familjen. Ku mund të shkojmë unë tani? E i ke mundësi ti të shkosh gjithë? Haroj, nuk, as me vend tjetër, ku të shkoj unë? Mi asistent nuk roj dot me 12.000 lekë asistencë. Ma të jeton? Me to jetojmë, s'kom të ardhë, as të të ardhë. Ke dhe bakti. Edhe baktit. Pra ti e mban frymën vetëm me bakti. Vetëm me bakti me asistent me 12.000 lekë asistencë. Po ti në qytet nuk shkon dot, sepse s'ke bakti. Po çfarë të bëjnë në qytet? Kjo është për një kohësisht. Thotë për një vit qeran. Ç'do bëjmë tash? Mas i vit ç'do bëhet?
Kështu që unë nuk kam asnjë lloj rrugëzgjidhje. Jo lutem që shtetit vendor. Për shembull, çfarë duhet bëj shteti? Shtetit bëj, se unë s'kam mundësi, me drejtë ai mund të thotë se ta e kryetari, më tha gjej vend aty edhe fillo bën shtëpiet, me si bën shtëpi. Si gjë vend e bëj shtëpinë vet? Bën shtëpi, lehtë e ke vënë me lehtë, ti bën shtëpi, si do bëj shtëpinë, më se. Me se do bëj shtëpinë. Po ti nuk je keq për leje, ti je keq për lek, apo? Unë jam për lek. Unë jam për vit tre kokën. Imi ç'mund të bëj unë? Kur do e ke vetë në prezencë aty, shtëpinë ime, kam marrë të rrit dot aty. Unë edhe ty ke kushim, unë kam me ditë. E do vi familje t'jeni, me kalamaje. Sa persona bëhen në shtëpi? Unë jam 4 veta. Pra 4 veta në qellë. Po, s'kam, nuk kam këtë vetë. 10 zonja deri tani dhe 4 jo, 14. Kjo zona më e vështirë kjo është. Nuk të bëj një koment tjetër, se diçka që e pe vetë. Edhe kanë parë shumë tjerë. Një rrugë Erdhi e mati kush? Po, kanë ardhur. Sa doli dëmi? S'kan lënë ata konkluzion. Skandal konkluzion. Vetëm e bën matjet ashtu edhe. Matjet ku do i çonin? Do i çonin qeveri apo thjesht do i mbaj bashkia të arkivuara? Do të ditë se nga i çonin. Po ti çonin qeveri më ndërmendje. E kuptoj. E kuptoj. Kur erdhi bashkia për herë të fundit? Kur ka ardhur? Bashkia ka ardhur ditën e tretë. Pardje. Erdhi dhe e pa nga afër. Po, edhe deputeti erdhi. Mua më thanë që nuk ka hyrë atje ku kam hyrë unë, atje ku bësh me balë kështu. Ja, e pa aty, që djej kodët. Këto i shkartët. Dej në kodër. Që në artë kjo dej. A nuk e di. Jo, që për qonë ai, dhe deputeti ka ardhur. E kuptoj. E pan, tha ne. Kush është deputeti që t'ja themi fjalën? Është ai në komici. Mirë. Orçi. Të paktën është interesuar Orçi. Po, Orçi komici. Ne do të themi gjitha se s'mi intereso fare që kujt ka u politikë është mjafton, ju ka ardhur, ju ka parë. Po, nuk më intereson politika mua. Minimalisht është një lloj respekti pastaj. Një rrugë zgjidhje. Si mund të veprojmë? Ku mund të shkoj? Unë e kam me ditë, ja sonde, nëse më pas të mund të vinë i zoti shtëpisë me familje. E do të dalë, i detyruar do të dalë. E kuptoj. Shtëpi tjetër, s'ke? S'kam në shtëpi tjetër. Ku të vete? Kështu që po desh jeti të bëjnë vendor zemër shteti. Që shemë dhe. Ja. Edhe tani jep shenjat që Po, dëgjova një zhurmë tani. Atje shemë. Pritet të bjerë ajo, o ja po bie. O Berti, të lutem, ma fokuso pak atë pjesën atje, ai është në çdo moment mund të bjerë. Bie. Dhe e keqja është ajo kur bie të req me vete edhe, si me thënë, pjesën tjetër. komplet. Ajo do bjerë direkt. Unë arrim të donatën, kemi 6 ditë që s'lem gjumë. 6 ditë. 6 ditë që s'lem gjumë. Po si ja bëni mo? Si Ushtar, roje. Ku çat bëjmë? Ushtar, roje. pra lini gjithmonë një njerëz zgjuar që të Po, me turne. Çat bëjmë? U shëmë më në Me shëmë turne, pastaj. hajde, flen njëri, rrit jeti roje. Sa? Se këtu quhet lagje hoxha lega. Si lagje. sa vite keni që jetoni këtu? Se këtu ishin shtëpitë vjetra fare. Po, këtu me shekuj, këtu kemi qenë. Me shekuj, autokton këtu. Ato këtu. Me pash ato shtëpitë e vjetra me gur. Po. E kjo Ato prej këtu kohësh. kemi qenë. Prej kohësh. Ka patu probleme më përpara? Jo, s'ka pas probleme. Sigurisht që qyteti Librazh. Po? Këtu është furnizuar me ujë të pishim për 50 vjetësh. Këtu. Po, Atje. që në 78-ën. Aha. Jo, në 58-ën, më falni. Po? Që në 58-ën është bërë depo ujit, aty që furnizuar në qytetin me ujë. Edhe deri para 2 vjetësh. Tani para 2 vjetësh e morën ujë nga Qarishta. Po? Edhe një pjesë ujë aty e mori kjo lagja poshtë. Që lej për. Ne të mos u pushu temë. Tani kjo lagja s'ka ujë? S'ka ujë Ka lagja. jo, nuk ka ujë. Jo lagje, po s'kemi ne. Që beshim nga i tub. Ujë në ato është S'keni ujë, ha? Po, na s'kemi ujë për partit. ujin aty. I mena, lopa, se jemi Unë pas sa tubat shtrirë, më si keni... Ka kot kjo dhe në gjitha. Ju s'keni? s'ka ujë. Këta kanë arritur të marrin disa? Ka, mi Mormi ka tub. 5.000 tub. 5 A i kryzimi? Po, bravo. Aty jeni falë, tek ai tubi. Ke jaj tubi dhe morë. Edhe atje tani u shema atje, ka ikë prapë të she, jo? Do iki ta montojmë dhe herë në menitet ta varë në nështë, se s'putesh do. Pa, atje është rrezik, po të shkoni ju atje poshtë? Po të shkojmë. Se trim pa. Pra ju do kaloni atje tek humnera, që të lidhni tubin, edhe mund të rrezikoni si shta nëna Po, sigurisht. para ca ditësh, ë? Po, sigurisht. Ne jemi aq rrezik sa në baktit ujë të hapim jo, vetë për të pirë jo.
Ne jemi pa jetë, jemi... Tani ju edhe për të shku ke shtëpia ishte të merr. Edhe ke shtëpia shkojmë, ja. Si në shtigje lufte. Po. Si partizanët, vaktit. Po, e pat vetë. Gjenë e pat vetë. Pra pa rrugë, Pa rrugë, pa ujë, pa shtëpi. pa shtëpi. Ne jemi... Një jo jeta. Ne jemi si që da shini këtu me stokës. Ato shtëpia rrinë shumë kam, kukull, nga ora do binë. Deza digi poshtë. Ta saksojmë. E keni shtëpinë, po flini brenda një shtëpie që mund t'u marrë me vete. Po, sigurisht. Po. Se është dhe më keq kur jeton në shtëpinë që po të zë. Sepse na nuk kemi mund shkojmë. E Ju e patë edhe vetë. Dërish pa gjumë atë. Ne rrimë ushtar, roje. Shtëpia është qarë komplet, ë? E patë vetë. Nuk do fare koment, e duket, diçka që duket. Tu s'ka po vakit, është dhe herë. Pra ne ka qenë ujësiesi. Ja. Iku. Ja, se shemet, ja. Ise shemet prap, ja. E dëgjova atë Po, unë. ja, ti ka... E s'ka plasë, do vinë gjithë poshtë. Do vinë, ora ndeja, ke pusete bishitëm. Atje. Aty shemet, Është Llogoritë tani ditën. Por natën që nuk shef asnjë gjatë. Qetësi, atje ka qenë, qetësi. natë shemet më shumë. Shivëzikën, ja. ja, iku atje ke cepi atje. Ti paton. Sa na jemi të marru këtu. A ka ma rrezik? Në rrezik sa ku vetë. Për ne Shihni si gazetara, shihni vetë. Ta e unë me bërë komendë këtë. Mbaja afër mikrofonin. prandaj i bëj lutje. Ja ta dëgjojmë dhe do kaloj direkt I aty. bëj lutje pushtetit vendor. Pushtetit lokal. Pushteti qendror dhe vendor. Pushteti qendror, Po? edhe kryeministrit veçanti, Po? nai ndihmojmë në këtë gjendje në këtë situatë që jemi. Si këtu është një katastrofë më keq se zjarri edhe tërmeti. Tu nesi do bje shi, sot si s'bje shi urdoni. Nesi do bje shi, na jemi shumë keq. Po mëra në një zjarr. Nga do vi ambulanca, nga do vi zjarr fiksja. Do t'i shtëpia, do ikësh ti. Ska rrugë. Po unë as ikit do ti me ne. Ajo s'letik sa e të mërë me vete. A të merr me vete. Ne s'kemi as rrugë këtu, mika. digjet. Tu s'ka, për të ras zjarri, zot ndaruj. S'ka këtu, gjithë vinë rrugë, vinë ambulancë, ose vinë zjarfishë këtu haroj, nuk ka. Po bëjmë mëllet e. Tu ka marru Po, këto bim, gjëra. Ne ju lutem shtetit, qeverisë, veçanti kryeministit. Edhe gjithë institucionet tjera qeveritare, le të vendorë me këta njerëz si jemi këtu. Uroj më të mirën për ju. Faleminderit. I kaloj zonjës. Zotëri si quajnë? Kadri leka jam. Po Kadri, sa vjeç je? 62. Shtëpia jote është ajo O, kjo këtu poshtë, e para. e para. Kjo e reja që sapo është ndërtuar. Kam 2 vjetë që e kam ndërtuar, edhe ka ekur. Është bërë zeri sipër, edhe ka ekur, që është e pe vetë. Po. O, edhe kom shiu sipër, Po. edhe ka ekur, që fleke kushiri Ke vetë. kushuriri. Po tha që parën atë edhe që a i kom shiu edhe kushiri një aftë ma. Pas ma e ka Po familje nuk ma i rrisë, ka familën e vetë. Kjo është një katastrofë shumë e madhe. Do më ndim nga shteti, po që do bëhet? Atë natë që befti, ka qenë ora 6:30, mi që shpëtoj nana, bërë zeri, edhe komshia. Pan të merë me sy ato. Të nesmet të vjen deputeti i Partisë Demokratike. Kush ishte ky? Apo ai që tham? Apo Ai që tham. ai që tham? A i vretoj, buja vretoj. A, është tjetër njeri ky. A kanë ardhur 2 deputeta dhe nga njëra i krah dhe nga kraut. Ditë e parë erdhi bojari. Po, Verifikoj. Po. Filmoj. po, Ditë tjetër erdhi i Partisë Socialiste. po, Orçi Komici. po. Pallaj. Aha. Na kemi 3 ditë, 4 ditë, apo i javë, që na nuk kemi ku të shkojmë. Tani më ngasmoi ata dëgjojmë çik, më ngasmove pak me këta. Pas ka ardhur edhe i majtës edhe i djathës. Ju dy erdhi. U bë seanca plenare, pse nuk dolën flasin ata zotrinj atje? Pse nuk dolën të flasin në parlament? Unë 10 dola, ka pa kryetarën e bashkisë Aha. në rrugë,
Se nga shkej, halta veta, Po? dola ty fola, a shumë që do bëjmë me kryetar? Qa të tha kryetari? Kryetari tha mua, tha, merë shpi me qëra, tha, e pagojmë na. Po unë nuk du shpi me qëra, ja dhe pagush e viti shpi me qëra. Po nëse ku shkoj unë? Unë duj njëm tej, me shpijat. Ku shkojmë na, nga te mam na. Mime se për shesëm, se ka bërëzeri, kam dhe unë, për shesi lopë, për shesi dhe baktit, për e qafet, unë du të strahoj kokën. Po brapa ku shkoj unë? Po sa ke paguar për atë shpiti? Ka inxheniera që e vlerësojnë. Po e vlerësuar, janë të vlerësuar. Sa ke harxuar? Ai? Sa të ka kushtuar? Sa të kanë ikur kot? 70 milion. Që kom atë zubi atë shpion, ashtë e vë shpinë të tej. 7 milion që është shtëpi e re, 2 vjet ka. Re, 2 vjet ka. 70 milion edhe për 2 vjet tek. Edhe për atë bërëzin, Ty as nuk ta sigurojnë atë, se edhe të shkosh ta sigurosh nuk ta siguron njeri atë. edhe për këtë komshin, keq më vjen. Edhe për këtë sipër, keq më vjen. Po, Po është nuk e na. Po vi kena ata. ati po i ikën, ati ishte hapur sa të futësh dorën. Pa te po them bre unë, bre. Pa te po them bre unë. Ime, na dumi ndim nga qeveria. Ti e nxoj që para të, ku shko ky Nikola Leka, Po, qonim, që bori. që thirri gazetarët për ndihmë. Tashun, o babi, tashun, qoj mesazh kryeministrit. I çoj? Jo. Ta di dhe kryeministri. A i keni quar? E din Nuk a e i? di që ka po qoni. E se din. Okay. E di bëda. Nuk e di që ka po qoni. Nëse ky emision ka si qëllim për të eliminuar gjithë burokracitë dhe që ti t'ja çosh fjalën direkt kryeministrit. Ato që s'bëri çuni ose që e ka bërë, çrëndsi ka. Thuaja kryeministrit, çfarë do i thuash? Troç. I vete? I shkon zëri, i shkon zëri. Po. Përshëndetje, zoti kryeministër. Edi Rama. Jemi i lagje këtu. Kadri Leka, Ibrahim Leka, Besim Hoxha, Bashkim Hoxha. Kemi rishit e tokë që nuk kemi asin dim nga bashkia, nga qeverit. Qa mund të bëjmë? Ku të shkojmë? Po flem me andra njëri ri, roje, tjetri pëgjo. Plop që ata vdekët që pëgjojmë dhe ata vdekmit. Mere këte, edhe nga qo mesazh, ose qo i ri, qa mund të bëjmë, se nuk kemi ku të shkojmë. Shumë e qartë, Faleminderit. faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një hapësirë të shkurtër publicitare. Do rikthehemi në fshatin Spathar sepse këtu gjendra është dramatike. Më besoni, nuk po e amplifikoj këtë fjalë. Nuk dua të flas për klikime. Ju e dini emisioni flet troç. Po aty ku kam hyrë unë dhe kam parë shtëpitë që janë gati, dhe ajo humnera aty që ka 2 shtëpi sipër e 3 shtëpi nanash që u ka vajtur gati te pragu, është këmbana më e madhe alarmi që në këtë fshat mund të humbin jetë nga momenti në moment, sepse këta banor nuk kanë ku të shkojnë, atë stre kanë. Edhe aty po flanë, po bëjnë roje natën, sepse në çdo moment e thash, mund t'i marrë shtëpia me vete. Këto dhe tjerë do t'i flasim pas publicitetit. Rikthehemi miq në fshatin Spathar ku një dramë e vërtet po shkruhet. Janë 7 familje që jetojnë me ëndra, jetojnë me frikë, se nga momenti në moment toka mund të rrëshkat si që ka rrëshkitur para një jave, dhe këto 7 shtëpi, e thash, mund të marrin jetë njerëzish, sepse brenda tyre janë 10 frymë që jetojnë dhe s'kan ku të shkojnë. Si quajnë zonjë? Ju falenderoj si Faleminderit gazetar. juve. Unë që më shaqe leta. Po më në shojë. Edhe jemi në rrezik. Shtëpia për nata po flem tokë, që dona zoj poshtë. Ime unë jam 10 familje, kam 2 çuna me fëmijë. Ime ku ti çoj ata unë?
A i thot, dim nga shtëpia, po ku të veta unë aty po fle, me të shtëpi. E në rrezik. Filloi shtëpia të tashu, hapen dyert, nuk mbyllen edhe nuk Po është deformu shtëpia, nuk mbyllen as dyert. Nuk jetë. Vajta erdhi ora 2 atë ditë që rreziku shtëpia, u hapën dyert më herë. Prap. U hapën dyert nga kërcitjet, ha? Thash të këtyre, thash unë nuk mbyllen dyert. Pastaj u kput tube ujit. Vajtat e tuba ujit. Edhe lajmërova këta komshije të tjera. O, komshije jeni se do rregullojmë ujin se s'kemi ujë të pishëm për shtëpinë. Erdhën vajtëm atje, na mora dhe këta, mora dhe tjetën dhe tjerat, ikëm gjitha, dhe vjerën, e morëm të gjitha, vajtëm 8 veta aty, rregullum ujin, e prunë kë shtëpia. Sa hymë mrena, ishte ora 6 e darkës, u shemë, dheni atje, u putë ujt. Qa shëmbje, që si ishte? Dyre tokë, zhurmë me madhe, nuk rijet do të shtëpi. Ikën me ujë, me ashtu, gjitha s'keshim ujë të pishëm, mrenda, po ujën e harun për të pirë, po nuk flinë dot. Rinë to. Hapë sytë dyrët, ditë për jashta, ikë të veni. Edhe tani, e shumë me frikë, zhurma e madhe. Mitë bërtisim, dilni për jashta, por për jashta jemi, ku të shkojmë? Na natën për jashta, ditën për jashta. Polici nuk erdhi? Po erdhën gjitha. Erdhën pastaj më brapa? Policia jo, po emergjenca. Erdhën tatë emergjencave? Po, emergjenca erdhën, ta panë verikunin. Jo e pa vetë si ishe shtëpia tani. Të merë. Qa tu thenu? S'kom qa të them. Të merë. Jetojmë... Po, ju keni pasur qari edhe para disa vitesh dhe e pash që i kishit vënë nga një llaq stipër. Po, ti e pe vetë. Pa jo është me gënyu veten, me ja fshes syve tuaj. Po i me mbo qatë bëjmë, ku të shkojmë? Po para 2 vjetësh, nuk i vajtët që para 2 vjetësh kryetarit? Është dosja atje. Po është dosja? Dosja të gjitha atje. Është dosja në gjenet civil, në emergjencë civile është dosja. Vinë të quni, regulonte... Pra, e njofin si problematik? Si problem, ka 10 vjetë që rritë dosja. Sa, shumë. Sot e 10 vjetë që rritë. Rritë dosja të flenë atje, dosja nuk i ka se flen atje. Do më thënë shteti e di. Po qatë bëjmë? Shteti pret që t'u zër juve. Shtesim ne. I me nuk ku të shune. Një shi po bje, i me në dërim për jashta. S'kemi ku Ku do rish më i për jashtë, ajo vjen për poshtë. Ajo vjen nuk të fej mrena. Ne kërkuam katina. Ku kërkuam katina. Qa kërkuat? Katina. Kabina. Gabina. Që të vinë për jashtë. Ne vini dikun një tokë atje që të fusim kokën të dimër. Jo, kjo po thot për emergjencë, thot fusim kokën tani sepse ideja është që... Po lidhje përfitimtare. Urgjent, Po ja, mirë, po shkoj tani, një zuri shiu. Ku katindi ta marrë televizis, ku të vesh? Ku të vemu katindi? Ore, këtu nuk din as nga ta sjellin atë, se nga do vish. Ne erdhëm në përshtigje. Ore më falë. Shteti, për ne bëj thjerje kryeministit e shtetit. Për të kalur 2 muaj, 3 muaj, në këtë situatë, një tokë nuk lëviz bjerë një gabin që unë të kaloj këtë muaj, këtë dimër. Sigurosh kokën. Siguroj kokën. Për momentin, emergjencë. Po, ore. Ka rrezik. Me atë gabi do Po, ore, nuk bën ndërtime tani muaj. Po që do të qatë? fonde shtetë, pra është. E bën ndërtime, nuk bën. Sepse ai greku, lutem shumë, ai greku, kur atë meti atje në analos aty. Po? Se cili shteti u qoj gabina pjesëtare e familjes atje. Edhe kur ndërton shtëpinë, pastaj morë gabina shteti. Të paktën si tërmeti. Po si tërmeti. Po kemi tërmetin tonë, që u çoi gabina. Edhe tërmeti që ranë thuman, për momentin, bje i gabin ti mu. E qartë. Që ti marrë ata 2 plashka, ata 2 mobile, ti fusa 2 gabin. Po, e t'jetosh tamam. Të paktën sa për 2 muaj. 2 muajt E kësaj situatë. sepse jeni edhe në palc dimrit, më ku do shkoni më? Është temperaturat minus. Filloi shiu. Me fillu shira, të filloj bora nesër aty, do bjerë borë tu. Po bëjmë lere me të kalej flasë. Po. Faleminderit. Bashkim. Përshëndetje edhe nga unë. Përshëndetje. Bashkim Hoxha quhem. Po bashkim. Sa të diskutuam me Si kolegu im, gazetari Bashkim Hoxha. diskutuam edhe me ju tani. A dash? Për fshatin Spathar kë nuk është fenomen i ri. Pikërisht para 10-12 vjetësh bashkia i ka me dosje, me foto, me gjitha, edhe ne asnjëherë nuk i kemi marrë rrugë zgjidhje. Tani nuk ka llafe për komente. Ti je pe vetë me sy. E pa në terren, i pe shtëpiat e mia lart sa qinçar. Unë jam veti 6 rob në shtëpi.
Ka maman 80 vjeç paralizume, kam edhe gruan edhe 3 kalamajt, është e pa mundësishme që të banosh mrena. Baktiti kam çuar komshiu, vetë flem në për komshit. Çkosh ke vllai, nuk shkon dot se edhe shtëpia vllait është isoj? Është isoj se e pash. I peti është solucion. Unë pa punë, gruaja pa punë, ma me një asistencë 80.000 lekë të vjetra. Të merr. Është katastrofë. Faktikisht, kryeplaku bashkia zhvon lëvizje. Që ti themi të zezë, ti themi zezë të bardhë. Absolutisht. Edhe kryeplaku, edhe bashkia, edhe deputeti janë bën lëvizje. Tu, si shpeshini, është një fatkeqësi natyrore, se që nuk s'kem shëgojnë asnjë. U dha urdhë që ti ikë nga shtëpia, hoqësisht edhe shtëpiat me qatë për momentin. Besoj që nga bashkia s'ka si lloj mungese. Se këtu është një vend që luan, vazhdon me gjithë fshati për pjeta. Ka filluar dhe mund të vazhdojnë lartë, se në gjithë të pare ka me mesra lartë, po që situatë nuk ka bërë vaki. Edhe kjo është e rrezikshme fatikisht për gjithë banorët, po shpresoj që çfarë të bëjmë? Nuk ka çfarë bën këtu, nuk ka ndalur nga. Ka pion në dispozicion ka pion telefonit të hapur, natën, ditën, edhe japi fare shpresë se mos ka çfarë bëj. Po i fare shpresë për inshallah unë kam gjetë shtete nga bashkia, nga vitoj bashkisë, për se lëgocin mram që ka ardhur më bëqe shumë i vërin, që jebi kuraje, po kuraje dhe i laj një garantim që tha qatë dëshëroni, me shpi si thot këtë qatër, po qatër nuk është zgjidhje, po si ta diskutojmë me banorët, më them që do jeti zgjidhje me bashkinë. E keqja është se bashkia nuk ka fond, nuk ka mundësi. Prandaj bëjmë lutje kryeministrit të vej dorë e të hedhë në i fond ose na strehoj diku. Bashkim, ju bashkë me deputetin, kryetarin e bashkisë, të bëni bashkë shkoni trokisni dorën e kryeministrisë sekse kohë tilla kanë ardhur. Ideja është shumë e thjeshtë. Ju thoni kam 12 vite si fshat që presim një zgjidhje. Janë gjithë dosjet në emergjenca. Tani ndodhi dëm i parë para 12 vjetësh. Ndodhi këmbana e dytë, çfarë presin këmbana e tretë? Një situatë e vështirë është krijuar në fshatin Spathar, Bashkia Librasht, ku rrëshqitje masive të tokës shkaktuan dëme të konsiderueshme edhe në banesa dhe në infrastrukturë. Lëvizjet e para të dheut u vënë re dje rreth orës 14:30, ndërsa pak më vonë fenomeni u riaktivizua me intensitet më të madh, duke zhvendosur edhe sipërfaqe tëra toke, por duke krijuar panike edhe tek banorët. Ndërsa mbrëm u përkeqësua ndjeshëm situata dhe rrëshqitja përfshiu edhe banesa, kryesisht në lagjen Hoxha. Prandaj bëjmë lutje kryeministrit në vej dorë të hap në i fond, na strehoj diku, se me që po shohim bashkia s'ka faj, po nuk ka mundësi. Projekt vendimi i parë është projekti i përbashkët midis Ministrisë së Ekonomisë dhe Bashkisë Librasht për investimin e përmirësimit të kushteve të banimit në familjet në nevojë. Bashkia Librasht për herë të parë financohet nga Ministria e Ekonomisë me përblerjen e projektit 45 milion lekë të reja. Ky investim i shkon në nevojë familjeve drejt për drejt për përmirësimin e kushteve të banesave të tyre. Projekt vendimi i dytë është për investimin e përfituar nga Këshilli i Qarkut. Po ashtu është një projekt që financohet 100% nga Këshilli i Qarkut, që është rruga që të dërgon te Kisha. Ku në dje lidhën marrëveshjen, ky projekt do jetë dhe me ndriçim, me trotuare, asfaltimi dhe gjelbërimi i segmentit të rrugës. Ndërkohë që dhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ne kemi marrë dhe një projekt tjetër që besoj që sot do miratojmë dhe lejen e ndërtimit për një shëndetore tek liçeni i Furstutës. Përveç shëndetore do jetë dhe një kull vroqimi dhe një stall për kuajt, një pedonale ku do ketë dhe ambiente shlopse në këtë projekt. Pra thirrjet shkojnë direkt te kryeministri. Vej dorë si për familjen e tij, edhe në lëshojnë në i fond, ose në strehoj diku, ose që mund bëhet me ne. I forti e që banon atje, ishte muri të futsje dorën.
Po si jeton atje? E keqja s'ka fund. E keqja nuk ka fund. Se është të lush telebingën me jetën. E keqja nuk ka fund. Edhe një thes mill që du të marrë për kalamajt, du të marrë nga 7-800 metra në kraha larta që i shpiki duqe kalamajt. Po, të ka i shtegu që e thën bashkë. E thën bashkë, marrë thesën e millin në kraha të qërë kalamajt ke shpia. Të ka të shkallët e ngushtat. Të shkallët e ngushtat. Edhe në Afrikë besoj nuk ndodhin këto gjëra. Jo në Librasht. Zoj, na thuaj dy fjalë. Unë të voglën këteja. Po, si ja bën? Ne kemi në Tiranë në shkollë. Mashallah. Tiranë Librasht. Mashallah, ti kesh me jetë. Po çfarë bëjmë? Po si ja del? Po si ja dalem ja shoh me asistencë, me të punuar këtu në fshat. Kjo javë ka qenë e vështirë për ty. Po. Ka qenë javë ferri. Po çfarë bëjmë? Shumë e vështirë se kemi frikë edhe shumë të flem. Për të bler një kile miell. Ku shkon? Librasht. Po ku ka rrugë këtu? Po jeshtë me zori, bjemi që një ndej gjade si qik, po atje bjemi në kam. A kalon të komshiu andej, ka gjade lartë, Ka gjadja, pra kjo rruga nuk është më e aksesueshme për ju. Jo. Për ujë, me atë ujin... Të pishëm kemi, se marrim qika ndej. Ju e merrni andej, jeni më fatlum ju se sa... Po, se nuk e marrim aty. E kuptoj. Edhe njështo. Kështu e ndërtoni jetën? Me vujtje aty, në fshat. Në fshat. Qatë bëjmë? Po si, goca nuk ka frikë kur shikon atë murin e çfarë atje? Po ka pa, qatë bëj, ku të vej? Qa thot goca kur shikon murin? Urojmë një ore më parë zgjidhje? Ja të atë gjoj zërin gocës. Si të quajnë së më? Buena. Si shkon në shkollën? Mirë? Mirë. Shkon në këmbë? Ku e ke shkollën? Apo e ke këtu në fshat? Në Spathar. Në Spathar, a? Qa mendon një fëmijë i vogël kur shikon hallet e prindërve? Dish mërzitur ajel. Se frika jo. Pak e mërzitur. Cila do ishte lutja e fëmijës vogël për kryeministrin? Që në apë një zgjidhje. Mos ta mundojmë gocën. Mos ta mundojmë gocën. Tani, për mbyllje, kush do të vi me mua të bëjmë mbylljen e emisionit? Kush e ndjen? Hajde bashkim. Hajde bashkim. Ha, s'ka problem. Bashkim, tani, si që keni hallet, do t'ja përcjellim kryeministrit. Ju vetë çfarë do bëni nga sot e tutje? Do qëndrojmë te ky emision dhe tek gazetarët që vinë, apo ju vetë do ndërmerrni hapa tjera? Ne vetë nuk kemi mundësi. As financiarisht, edhe nuk kemi, edhe një shkollë të madhe, ku që di se na ndjohet zani, ku që të gjë. Ne shpresat ke ju, shpresat ke kryeministri, vënd të vej dorë. Pra me shpresë të Me shpresë jetoj. Se na nga financa jemi zero. Mua më thënë që dhe pjesa tjetër e Spathara, që sot s'ka dëme, është e rrezikuar sepse këtu ka një... Ai që thot s'ka dëme gjen. Sepse po bëjmë fjalë për 5 familje që janë me emergjente, në çdo shtëpi që njitesh lart ka plasaritet e tij. Me fjalë kjo është ka lartësi të larta rrëshitje, nuk e ka u hap për momenti këtu, po kjo do vazhdoj, kjo për 2-3 vjet do bëhet shumë alarmante që do të njëjtin hall siç kemi ne sot do kenë tjerët. Pra i bie tik gjithë Spathare, po? Dedi ku po. Pa i gjithë shati është i rrezikuar? Po një 70% e mirë po. Ky hall që na ra sot neve, kom shill zërin sigur i ka trokitur deri. Edhe për këtë situatë që po thua ka 12 vite që është në dieni. Po, edhe për sa di unë të paktën bëhet fjalë mbi 30-40 familje që janë në kritike për jetën. Për një të ardhme. Për një të ardhme. Edhe këto dosje i ka bashkia prej 12 vitesh. Me të filmora, me të gjitha. Po nga se vjen kjo? Kalon ujë nën tokë? Ka është ujë, ky faktikisht është ujë madh nën tokë. Ka ujë nën tokë? Ujë? Burim me ujë mjaft. Dhe ato bëjnë që të rrëshkasin stresat tokë. Stresa dhe është e keqja jonë se ka qellu dhe toka pjesë argjile, si ta shpjegoj. Po, argjile ranore e pam. Një miks aty. Bravo. Stresa ranore dhe argjile. Ujë madh dhe argjili e bën të pabanuar. Të pabanuar. Tani ju të faleminderit që erdhët. Vuv dorë Zoti, vuv dorë bashkia, vuv dorë kryeministri, se edhe bashkia me çfarë shoh nuk ka shumë se ç'bën. Ne kuptoj. Faleminderit. Respekt. Faleminderit. Do na thuash gjë tjetër apo jo? Po them me dy llafe tjetër. Po. Mos them. Pra, siç e diskutuam gjithë shokët edhe komshit e mi, vllazëria këtu. Ne ju lutem edhe herë shtetit, kryeministrit,
me çdo kusht, gjithë institucionet e shtetit, vjen lëvizje. Sepse ku tha ai komshiu me vllaznia im aty, kem 12 vjet, janë dosjet aty. Ta po na kërkojnë letra prap tani. Certifikata pasurie, shtëpive. Kush po t'i kërkon letra? Po, i çum partije, i kërkon emergjenca. Ha, keni fillu me çu letra? Me çu letra prap. Po? Kur një kohë unë i thash ortia të emergjencës, o zotëri, unë kam 2 vjet që kjo dosje ri këtu. Ti po çon të njëjtat letra që i ke çuar para 2 vjetësh? Unë po çoj të njëjta letra, certifikata porosie, certifikata familjare, po i çojmë prap atje. Se na po i çojmë, po ata rrin dosje, rrin syrtar. Pra, kemi unë edhe komshiu im me 40.000 lekë asistencë që marrim, kemi mundësi na shkojmë në Tiranë para kryeministrisë, protestojmë. S'kemi mundësi. Ju diskutoni? Na po rrim rojë ke shtëpia. Po, ju këte i rrini rojë, këte diskutoni bukën? Mund të shkojmë, ja sot ka bëj një fakin, një vdekje atje në fshatin Babje. Po? Bëde deja po shkoj atje sot. Edhe nuk edhe atje u nisi për shku sot, nuk shkojmë atje në vdekje sepse kemi hallë të shtëpisë këtu. Llogari që në fshat nuk po shkojmë ke njëri tjetri. Nga problemi që kemi këtu. Pra, aq emergjente e kemi. Po pra, ju lusni Zotin që të mos ketë në një emergjencë shëndetësore se... S'kemi nga kalojmë, as pikës, as ambulancë. Se këtu derdje vind ambulanca. I shkon të rrugët dhe ke shtëpia? Vind ambulanca, na merte, smurëm, plesht, na vind ambulanca e mas ere. Tani na jemi blokuar, s'kemi nga shkojmë. Ju e pat vetë, s'kemi nga kalon. A tjetë ma i thes milë me në atje. Me që të shë shpijej? Kra, nga të kaloj. Unë të ma i thes milë nga të kaloj. Ja pe. Po probleme tjera, se shpija ka probleme. Unë do premtoj që në qoftë se nuk zgjidhet, unë do vi prap këtu. Ne kërkojmë që zëri juaj të shkojnë deri në fund tek kryeministri. Faleminderit. Zoti kryeministër, po flas dhe unë fund si gazetar. Besoj dëgjove, në mos ti ata që ke poshtë vetes, situata është më shumë se emergjente. Është më keq se sa në kohën e tërmetit, sepse kur atë tërmeti i 2019 u bë shumë zhurmë dhe shteti u vu në lëvizje. Çështja është se këtu edhe para 2 vitesh dhe para 12 vitesh, edhe sot po rrezikohen jetë njerëzish dhe nuk po vjen njeri. Dhe pyetja e madhe është çfarë presin? Të vdes dikush, të bëhet zhurmë pastaj siç u bë në Thuman e në Durrës? Kjo është fabula. Të ndërhyet sot para se sa të marrë jetë njerëzish. Ky është apeli im si gazetar në drejtim të kryeministrit, në drejtim të instancave që kanë në dorë të bëjnë shumë çka që këta banorët mos rrezikojnë jetën, të kenë dhe një jetë nesër për ta vazhduar dhe këta fëmijë, si ajo vajza e vogël, të mos flenë me ëndra afrike. O bobo se po më zë shtëpia. Miq, ky është emisioni nga fshati Spathar. Folëm trosh siç bëjmë kudo në Shqipëri, pa filtra, pa censurë. Kështu do ta japim emisionin, sepse qëllimi ynë është të sjellim zërin e popullit tek ligjvënësit, tek ligjbërësit, që populli të mos braktis vendin, sepse është fakt që sot Shqipëria po boshatiset. Nga këto probleme e të tjera që ne i kemi përcjell nga fshati në fshat. Me kaq miq e mbyllim emisionin Fol, emisioni radhës do të jetë të premten tjetër. Deri atëherë, nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.